tek receta tjetër sa të ngrohet fura, nuk ka problem, fura jo ngrohet shumë shpejt. Kusho këtu me një qës punën. Ala, ti. E që kisha në mënd? Të kisha një copë buke të shi, një të lyer edhe isha shumë në rregull. Dhe furën dhe kisha ndesur e gjitha dhe kisha bërë. Por, kërë stomaku bosh, edhe truri nuk punon. Në furë të para ngrohur, diku të 180-200 në varësi të furave që ju keni në shtëpi. Ngrohet, bëhet për sa minuta 20, 25, 50. Sepse është gjithmonë në varësi të furës që keni. Kënë që ta përbërës janë mishi, është për të bërë mishi perime, gjithashtu për të marrë aromat me njëra tjetër, ndërkohë ne do kalojmë më një herë tek receta e dytë. Cilën recetë do nxjerrim në ekran të shkruar? Speckat e kuqe. E shohim pak të recetën me specat e kuq që janë ndër të preferuara. Ja ti vendosë edhe unë të më piqen. Janë me vitaminë C të pasura, janë antioksidante dhe janë mishtore, kanë goxha shije. Në çdo recetë që ti përdorësh, ato kanë vërtet një shije të jashtëzakonshme. Do ta përdorim një sallatë sot, do t'i përdorim për të ndërtuar një sallatë me speca të kuq të pjekur. Për një sasi më të madhe për familjet tuaja ju duhet 1 kilogram speca të kuq ose edhe speca mix. Ne kemi zgjedhur vetëm specat e kuq për këtë recetë. 4-5 lugë gjelle vaj ulliri, 2-3 lugë uthull, 2-3 thelpinj hudhër, 100 gram djath të bardh, ullim pa bërtham, majdanos të freskët dhe krip, po ashtu edhe piper të zi. Tani, për ata që kanë në soba direkt prush, druri, ose kudo që në ndjekin, mund t'i pjekin aty tak në prush, e sa kujtove, po vi nga një të gushte, na të prush, na të mosfoli, apo tjetër kush. Jo, speca dhe kush flasin vetëm. Pushtoj një qik krip edhe për syrin edhe për të gjitha bashkë. Një pun, një rrugë dy punë këtu, ja. Ajo pjekja i but pak. Ja. Kështu. Dhe lëshojnë sa të bëjmë të gjëra marë. Thelpik e hudrës. Po i bëjmë gati. Ndërkohë në t'i pjekim si shduhet, do të heqim dhe cipën. Po të doni ju, shumë mirë, mund t'i vendosim me pak ujë, në një tigan të shesht, të bënë, më pas shtoni vajnë, po. Por unë dua traditën, ashtu si që është tradita, po të doja unë, mund t'i vendosja edhe në furë. Në furë, direkt në furë vendos. Ja. Ngro në maksimumin e... Bashk me makaronat mund t'i vendosja edhe specat, por dua të dikurshme, ja. Pa mund... Kështu që t'i lëm të piqen, të marrin kohën e tyre. Shishare ere që vjen. Do të bëjtë të parë, ndryshe se filleti mund t'i vendosim edhe në furthe, po është ndryshe këtu shija. Se të marrin një shije tjetër këtu kur piqen. Ndërkohë që specat tona piqen, ne kalojmë publicitet, rikthehemi shumë shpejt. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit këtu në Rez dhe Dielli, në kuzhinën tonë, po përgatisim një sallatë me speca të pjekur, me speca të kuq. Dhe pasi i poqëm ato mbi sobë, do t'u heqim pa tjetër këtë cipën, lëkurën e hollë që piqet edhe shkëputet nga ka një sekret. Nëse, kur i pjekim pak, normalisht, i vendosim direkt në letër alumini ose në qese. Kur anvisat nuk duan të kenë këto... Ose kur nuk i kanë të dyra. Nuk u del koha, shko me qesën andekte, si puna ime për shumë tani, me një thik, lërin të piqen pak më tepër. Kjo, e di pse. Se ato janë të nxehta. Të tjo t'i vendosësh në qese. Ajo qesja është plastik, ndryshon mikroplastika. Edhe alumini po prap. Gjithashtu. Kështu që me durim, me të kruarjen kështu. Por dikur nuk bëshin asë në qesë as letër alumin. Prandaj unë zgjodha traditën. Cipa i largohet, se mund t'jetë një lloj shqetësimi për ata që kanë probleme me stomakun, kështu që e largohet, plus që nuk na shërben, sepse ne duam këtë tulin edhe aromën shumë të mirë që marrin specat kur ato piqen, cilëdo qoftë mënyra e pjekjes, qoftë edhe në sobë, edhe në prush. Sigurisht në prush do në që një vëmendje më të madhe, sepse digjen më shumë shpejtësi. Tani do ta përdorim në formë sallate. Unë ja u lexova përbërësit para publicitetit dhe janë të tillë, kemi speca të kuq, hudhra, vaj ulliri, djath, ullim pa bërtham, krip, piper të zi, bimë aromatike, pastaj majdanoz, çfarë të keni. Kripën e do. Si puna e turshive që kam uthullën. Ups, i largoj. I përzijej. Pa tjetër që do më tepër
vaj. I marr. E kjo është një nga ato sallatat që Në shirita. e do atë qëndrimi pastaj në frigorifer, Patjetër. të freskët dhe shijon edhe të nesërmen. Ose, në të kundërt, si që keni, i shtroni në pjatë, shtoni pjesën e sosit të vajit që kryua me uthullën. Po. Dhe të lajde pak I duart se përmërshita. gjithmonë. Ato janë të buta. Kanë marrë një tjetër shije nga pjekja. Akoma më shumë shije do të marrin tani nga hudrat, uthulla, vaj i ullirit dhe majdanozi. Duket sikur kjo treshja e ngjyrave, kuqja e specave, jeshilja e majdanozit, e bardha e djathit, është krijuar për të sjellë këtë shijen do bollshëm majdanoz. Derisa të krijojmë këtë sosin e duhur. Nëse ju do t'i keni në kavanoza, do të shtoni piperin kokër. I largoj se si dua ma. Ku kam mirë se një vaft kaq i shëndetshëm dhe i lehtë. Djathin po, ullin pa bërtham gjithashtu, dhe ju... Bëjmë një përzierje. Të duhur. Dhe me thënë drejtën, këto speca duan çik vajin. Duan. Tani bëjmë një përzierje kështu, se më duhet vaj, patjetër. Shtoj masën e ullinëve për një shije më të duhur, djathin e bardh. Dhe jo, pa djath nuk bëhen. Nuk ka, ja. Je duan djathin. Hajde, vura pak më pak. Djath e bardh, thërmuar, që do i djathi që ju keni, po kryesisht ky i bardhi i shkon më tepër për së vërtetës. I përzihen mirë. Një spërkatje të fundit me vaj ulliri, që dhe ai sa më mirë tjetë. Ja. Aq më i shëndetshëm. Palet, po të qëndroj. Po të qëndroj është? Se dhe ftohen specat. Ato janë të ngrohta tani, kur ftohen, pastaj dhe lëshohen më mirë aromat. Hudhra, uthulla gjithashtu. Dhe ja, shifeni vetë. Një recetë e shpejtë e thjeshtë, i lexojmë edhe një herë përbërësit e saj të sallatës me speca të pjekura, kryesisht me speca të kuq, që janë dhe më mishtor, më të tulta. Kjo është sallata e përfunduar, ndërsa e shkruar, ja tek e keni 1 kilogram speca të kuqe, vaj ulliri, uthull, hudhër, djath të bardh, ullim pa bërtham, majdanoz i freskët, krip, piper i zi. Kjo është sallata, ta gjeni në rrjetet tona sociale pa dyshim, në Facebook apo në Instagram dhe sigurisht edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube Reze Dielli.